E kemi fillu që në vogli punën e dorës, me motrat, me nanën. Me thënë e kemi si traditë familjare. Punojmë çdo gjë. Madje unë punoj edhe në kompleks dhe rroba gjepsin, përveç kësaj. Çfarëdo lloj pune i baj me makinën, kurse me dorë punojmë këto në kohën kur unë bëj pushim. Në kohën kur jam në makinë, bëj punime tjera. Veshje kalamash, porta, perde, mbulesa divanësh, guverta, të ndryshme. Edhe të zjahën i kemi fut në lojë si familje të gjitha, sepse përderisa dim pse mos e bajmë. Përpara nanat tona na vinshin me detyrim të punojmë sepse nuk të merr burri, thoshte mos bësh punëdore. Na mësonte me zor me fjalë, edhe të mos doje, megjithëse ne kishim pak si tradit, po ka që nana vet, domethënë fëmin gjithmonë e fuste për punë e dorës, që t'ishte ballhap ke krushtia. Sepse femra aty ruhesh, ke të zgjahu, ke gjelpëra, ke shtiza, ashtu ka qenë përpara. Tani trejat nuk po punojnë, po neve mundohemi që t'ja japim fëmijëve. Kjo është e vështirë sepse është galeri, është punë shumë e rëndë. Nuk mund të thush që hajtë se e qepa, ajo thot, haje se të vrava kur i thonë.